Illustrissimo Baba Mondi, innanzitutto la ringrazio per la possibilità che ci ha concesso di incontrarla. Vorremmo iniziare da un'immagine semplice e universale, l'acqua. Abbiamo visitato il santuario di Sari Saltik e abbiamo visto che lì erano presenti tutti e 4 gli elementi principali. C'era la terra della grotta, l'acqua con le candele galleggianti, l'aria della montagna e il fuoco della luce. C'è un significato in questo equilibrio degli elementi? Çdo gjë në këtë botë ka kuptim. Është krijuesi është Zoti, I cili ka krijuar të globin tonë, po ka krijuar dhe njeriu, si qenia më e përkryer e kësaj bote që është njeriu, siç thonë në Kur'an, e krijova njeriu me shëmbëtyrën time. Pra, ne si krijesë jemi një krijesë universale, ne ka dhënë të gjithë shka që duhet të ketë një qenie njerëzore si ne, sy, mendje, vesh, këmbë, duar, lëvizim, pra jemi një qenie universale. Dhe kjo qenie që jetoj ka krijuar tokën, stresat që ruajnë tokën e njeriu nga rrezet ultraviolet që vinë nga kozmosi, nga gjitha gjërat. Pra kjo qenie ka që përkryer, ka krijuar dhe atë të ujin, jetesën e tij që të ushqehet. Pa ujë nuk ka asnjë qenie njerëzore të jetojë. Kështu që Zoti e krijoi për të njeriu, për të ardhur në ndihmë atij, për t'i dhënë gjithçka atij nëpërmjet ujit, se kur shiu bie në tokë dhe lulëzon çdo gjë, lulëzojnë bimët, perimet, pemët, pra gjithçka, është uji, ai që jep zhvillim jetës në tokë. Kurse di dhe njeriu është 30% ujë, kështu që të gjitha këto gjëra Zoti I ka krijuar për njeriu, për krijesën e tij të mrekullueshme. Kuptohet edhe Sari Saltiku është një vend I shenjtë, pse shenjtorët shkrihen te Zoti dhe janë në bazë me të. Prandaj kanë edhe energji pozitive. Edhe profeti Muhammed thotë, kur ta ndjeni veten ngushtë, drejtoni vendeve të mira, ata e dinë hallin tuaj. Pra, shenjtorët gjithmonë janë pranë njeriu për ta shkarkuar në energia negative. Nel cammino Sufi, che cosa rappresenta davvero l'acqua? Il praticante è come l'acqua che riceve le emozioni, le sensazioni, le vibrazioni e le trasmette agli altri? Uji është gjithçka në këtë njerëzim që kemi. Pra uji është ai që zhvillon jetën e njeriu. Pa ujë nuk ka asgjë kuptim. Kështu që edhe për sufistët, të cilët e përdorin ujin për të dhënë energji pozitive njerëzve. Po ta marrë shishin e ujit dhe ta këndosh, atë e japim ne për njerëzit që kanë nevojë për ta shkarkuar në energjia, pra për t'i dhënë energji pozitive nëpërmjet ujit. Është një libër që thotë Fuqia e vërtetë e ujit, I cili është bërë në një japones, ka vërtetuar çfarë force ka uji. Dhe ka marrë një shishe, e ka shar ujin me fjalë, ku të fyese, edhe e ka ngrirë, e ka parë qelizat, ka qenë të turbullta. Kur e ka lavdëruar, qelizat ka dalë shumë të shkëlqyera. Dhe kjo është para vitet 1950, më duket. Edhe është dhe në YouTube, është dhe në internet, për ta shikoni, është shumë gjë e bukur. Pra, uji ka një forcë të mrekullueshme për qenien njerëzore. Prandaj edhe ne sufistët e përdorim për të dhënë ndihmë njerëzve, për t'i larguar ato energji negative, për t'i dhënë energji pozitive. Dhe dita e ujit është 22 marsit. Dhe 22 mars ka lidhur Imam Aliu. Pra, për ne është një gjë e rrallë, se atë është një mrekulli e Zotit që ja ka dhënë këtë forcë ujit për të shërbyer njerëzimit edhe gjithçka në tokë. Nella via Bektashi il cammino ci viene descritto spesso come un percorso alchemico, in cui c'è una fase in cui l'ego si scioglie e una fase in cui c'è la costruzione, la coagulazione di una nuova coscienza. È così? Në ana mistike,
të kuptoni njeriu shqen e përkryer. Mi po që njeriu të eci në bazë të parimeve njerëzore dhe në bazë librave të shenjta, ka një udhëheqës shpirtëror i cili udhëheq njerëzit gjatë gjithë kohës. Në bektashizëm është që në moshën 18 vjeç, kur ti je i pjekur, mund të futesh në bektashizëm. Ndryshe nuk mund të bëhet bektashi ose të bësh sufi që thoni jo. Që të bësh njeriu ka ego. Edhe ego se lën asnjëherë. Siç vetë në shkollë që mëson ABC-n derisa del në universitet, kështu është dhe shpirti, do të ketë udhëheqësin e vet që njeriu mos gabojë, të vetë Zoti i pastër siç e kërkon ai. Dhe që të bëhet kjo duhet ai udhëheqësi shpirtëror. Edhe Krishti, edhe Muhamedi thonë, një njeri që nuk ka udhëheqës shpirtëror, udhëheqësi shpirtëror i tij është djalli, egua. Pra egua se lë njeriu. Prandaj dhe dodi shumë gjëra që ju e shikoni që si po shkon bota lëmsh. Për arsye se është prishur ai rregulli njerëzor. Pra udhëheqësit janë ata që çojnë njerëzim përpara, si politik edhe fetar. Kur ata janë në rregull edhe njerëzit do jenë në rregull. Pra udhëheqësi shpirtëror është më i rëndësishëm se ai udhëheqësi shtetëror. Njeriu do të jetë i lirë para Zotit edhe para ligjit. Pra nuk ka detyrim fe. Ne udhëheqim njerëzit sipas parimeve njerëzore, të jenë njerëz, të kenë punojnë, jetojnë si njerëz. Puna është ajo që largon njeriu nga të këqijat. Se ai duke punuar nuk mendon, kurse duke ndenjur, duke medituar që të presësh nga qielli nuk ka. Pra puna është fars thot profeti Muhammed. Nëse nuk bëhet me dëshirë, do bëhet me shtyrë me forcë, që ai të shkputet nga e keq, ndryshe nuk shkon. Prandaj dhe ne mundohemi që njerëzit të punojnë, të nxjerrin bukën me djersën e tyre. Edhe lëvizja, që është nga një vend në vend tjetër, është për të krijuar, si themu, të mira materiale për jetesën e tij. Prandaj, lejohet të vesh ku të duash, se Zoti e ka krijuar tokën për njerëzimin, po në bazë të ligjeve të atij shteti ose atij vendi ku do shkosh. Pra duhet të paraqitesh ose ti përshtatësh atij vendi në pas parimeve dhe ligjeve që ka. Nuk mund dalësh ti me ligjet për shembull e lindjes të vesh të perëndim. Do të zbatosh ato të perëndimit. Po edhe perëndimi të vjen lindjet të zbatoj ligjet e lindjes. Pra lëvizja është gjithçka për të mirën e njeriu, për të parë, jo vetëm për të punuar, po edhe për të parë. Për shikuar botën, krijesën që ka krijuar Zoti, mrekullinë që ka bërë Zoti, me këto që kemi ne, Zoti na ka dhënë për t'i zbukuruar, jo të vrasim, jo të bëjmë terror, jo të bëjmë dhunë, jo të bëjmë luftra. Kjo është, pra, çdo edhe në sufizëm, ne jemi njerëz, edhe sufistët janë njerëz, po me parime të veçanta, duke ndaluar nga pjesa tjetër e të keqes. Pra çdo gjë nxirret me djersë, edhe bukën nxirret me djersë. Edhe ne jemi sufista, po kemi prona, jetojmë, punojmë edhe ham. Ham vetë, japim dhe të tjerëve. Kjo është parimi njerëzor. Edhe i sufistëve, edhe shkencës, është përpuqjet me besimin, për arsye se thot Zoti në Kur'an, isha thesari fshehur, dëshirohet më mësojnë, krijova njeriu të njohë. Edhe njerëzit duke u zhvilluar, duke nxjerrë shkenca të reja, të cilët tregojnë mrekullinë që ka bërë Zoti. Celularin e kemi bërë ne, po të shfrytëzojmë për mirë, jo për të keqe. Po edhe ato lëndët kimike, për të mirë të njerëzimit i ka krijuar Zoti. Edhe Mendelejevit, Zoti në gjumë ja dha formulën. Edhe Einsteinit, në gjumë ja dha formulën. 40 vjet për të. Pra, Zoti për ata që punojnë për të mirën e njerëzimit, u jep atë që ata kërkojnë. Pra, Zoti është mbi gjithçka. Pra ne e besojmë. Edhe profeti Muhammed thot, feja është mendja, kush s'ka mend thot s'ka fe. Le tecche hanno una forma cubica, il cubo è il simbolo della perfezione. All'interno ci sono gli esagoni, gli ottagoni. Che rapporto c'è tra la geometria e il sufismo? C'è un dialogo tra queste forme e la spiritualità? Ajo vjen drita nga lartë. Vjen nga lartë, drita, edhe hapet në 12 porta. 12 portat janë 12 imamët. Siç kanë ta 12 apostujt, ne kemi 12 imamët. Me një ndryshim.
se apostët kanë jetuar në një kohë me Krishtin, kurse imamët vinë njëri pas tjetrit. Ishte Muhamedi, Aliu Hasanit, Hasani Husenit, Huseni Zeli Elebedin, me radhë deri te Muhamedi Mediu, i cili pritet visi punë e Krishtit në këtë botë. Pastaj e mori Haxhi Bektashi, prisi Bektashive, i cili në ka nxjerrë këtë dritë që jemi ne Bektashit si një tarikat mistik dhe sufist i fesë islame. Uji bie nga lart që të vej poshtë, po avullon nga poshtë që të vej lart. Kupton? Pra i ka të dyja uji, edhe tokën, edhe ajrin. Prandaj ajo Zoti dhe këtë qarkullim e pastron ujin duke e avulluar nga toka, edhe ai bie në shi dhe kalon nëpër damarët e tokës, pastrohet e del në përburime të ndryshme. Ky është ajo. Edhe ajo ujë që është në Sarisatik në majtë malit, që thoni ju, ose në malë të morit, është se e pytë njëherë dhe Dereshatin, si shkon ujë në majtë malit? I thot, si e qonë zemra gjaku në kokë? Pra, Zoti me fuqinë e vetë e nxjerr atje ku do ai për të mirë të njerëzve. Ka damar toka plot, po Zoti me atë mrekullinë e tij për të mos ta lënë njeriu të vuaj, ja ka krijuar të gjitha kushtet. Zjarri do ndizet poshtë, nuk ndizet lart. Po ka zjarr në tokë, po ka dhe zjarr në zemër të besimtarit, e cili e ngrof me mësimet e Zotit, si thot Zoti në Kur'an, unë nuk më nxas qielli as toka as lejoj më nxas zemra e besimtarit të bindur. Këtu është, në zemër janë gjithçka. Po ta shikosh gjithësinë, ne njerëzit merrem me universin. Mirë, po është një libër që thot dituri për mbi njerin. Çka ka njeriu i ka gjithësia, universi. Çka universi i ka njeriu? Pra, njeriu është universi kësaj bote. Pra ne do të merrem me njeriu. Ne jemi Zotin tokë. Ne na ka dhënë gjithë ato mundësitë për të ecur si njerëz, për të bërë njerëz. Pra, është një transformim i shpirtit me trupin për të pastruar dhe për të vajtë Zotit e Krijuesi me vepra të mira, me dashuri, me paqe, me mrekulli, që është një mrekulli kjo. Pra, ne jemi mrekullia e kësaj bote, ne jemi universi i kësaj bote. Pra, njerëz do të merren me njeriu, jo me universin. Kur na pyesin ne fakirët, ku e si do shifet Zoti, ne i themi e valla, mu në pikë të një loti. Ai Zot që në një çast me miliarda botathur, atë robi e gjen brenda edhe në kokër grur. Është kudo dhe kudoherë, pa fillim dhe pa fund. La ilaha illallah, edhe heshte mos u ton. Nuk është punë fakire që themi si e qysh. Zoti ka kriju njeriu, dhe njeriu si krijesë e tij bën ndërtime të tilla që u zhvillu shkenca, kupton? Duke përparuar njeriu, ka bërë dhe kupolet që edhe kur dëgohet zëri i njeriu, ta dëgjojnë njerëzit kur flet. Pra, çdo gjë ka kuptim në këtë botë. Çdo gjë është bërë sipas kalkulimeve të ndryshme që ka bërë shkenca, edhe është përdorur nga ne të besimeve, edhe fesë, po edhe të shtetit, të cilat janë ato goditje më të bukura, prandaj bën kaq të bukura e madhështore. Se shtëpia e Zotit është shtëpia më e bukur, pastaj vijnë ato shtëpitë e tjera. Pra, Zoti është i parë, pastaj ne vim. Il derviscio che ruota è un'immagine molto potente, rappresenta il mondo che ruota intorno a un asse invisibile e la rotazione non è solo dell'individuo, ma è come un'onda che si diffonde. È possibile che la pratica dei dervisci provochi una trasformazione non solo in chi la compie, ma in tutto l'ambiente che lo circonda? Ata quhen që rrotullohen këtu janë me vlevit. Janë me vlevit, tarikati me vlevit. Janë të Xheladin Rumiut. Ne jemi të Haxhi Bektashit. Ka lindur shumë tarikate në sufizëm. Po i fundi që ka dalë është Haxhi Bektashi Veliu.
prisi i Bektashive. Nuk ka nevojë njeriu që ta bëjë atë vëllim. Është ashtu e kanë menduar ata. Ne nuk kemi drejti, si të them pse ata e bëjmë e nëse bëjmë. Nuk kemi drejt. Secili ka gjetur rrugën e vet për të shërbyer njerëzve. Nuk do thotë asnjë herë që ai të tullohet dhe ne urdohemi nuk jemi besimtarë. Ne besimtarë jemi. Po, ajo është e atia. E respektojmë, e duam. Le ta bëj. Nuk kemi asnjë gjë kundra zhvillimit ose mendimit ndryshe. Ne jemi vëllezër. Bektashit e kanë ndryshe, ata e kanë ndryshe. L'acqua è influenzata molto, come dice Masaru Emoto, dallo spirito che la circonda. Ky është libri Forca e vërtetë e ujit, është përkthyer në italishtja. Ku janë kur lavdërohet Zoti, kur lavdërohet uji, kur e shajnë ujin. Pra, këto janë bërë digitale për t'i parë njerëzit të vërtetën. Ja ku janë dhe lartë e poshtë. Pra, të gjitha këto tregojnë se çfarë fuqie të vërtet ka uji në këtë botë. Dhe thash është 22 mars, ditën e Sultan Novruzit. Këtë e ka Masaru Emoto. E ka bërë këtë libër, është përkthyer në italisht, në italisht e ka marrë kam bërë unë. Ky e ka bërë 1950-ën. Ne kemi 1500 vjet që e përdorim ujin për energji pozitive. L'acqua è anche il simbolo dell'origine. Per noi che siamo assetati, quale acqua ci consiglia di bere? Çdo burim, edhe te profeti Musa që era me shkop hapi 12 burime, për njerëzit e hapi. Por na njëri burim ishin, pavarësisht se u bën 12 sot. Si edhe një rënj kishin. Pra tokën, na toka del uji, i cili i ushqen të gjithë njerëzit. Po, kjo që thot ky, është 1500 vjet Bektashit e kanë respektuar ujin, e kanë nderuar ujin dhe u shërben njerëzve me ujin. Pra me energji pozitive. Fjala që thuhet për ujin është fjalë e shenjtë. Prandaj dhe ne njerëzve u kemi qëndruar gjithmonë afër që ujin ta përdorin gjithmonë për mos ta shpërdoruar atë për t'i shërbyer vetes tyre edhe njerëzve në përgjithësi. Abbiamo saputo che di recente ha aperto un centro Bektashi in Italia. Vuole commentare? Po, kemi munduar që të shërbejmë njerëzve në Itali të jemi sa më afër. Edhe kemi hapur një qendër, nuk është fetare, po është kulturore më shumë se sa fetare, se duhet marrësh leje, e kemi regjistruar në emër të një personi atje. Edhe po kështu pra për të ndihmuar njerëzit, se kudo që janë, ne do të jemi gjithmonë pra njerëzve. Kur është në Itali është më afër se në Shqipëri, mund të vjen të shërbejnë, të shërbejmë njerëzve, të japim energji, t'i bashkojmë në rast festash që të shkojnë mirë me njëri tjetrin, të kenë dashuri, të kenë paqe. Kjo është qëllimi i teqes. Teqet gjithmonë ka qenë faktor paqe, mirësie dhe dashurie. Asnjëherë s'kan pushtu teqet ose kanë vrarë asnjëherë. Teqet gjithmonë janë persekutuar, janë vrarë, janë ndjekur dhe nuk kanë kundërvepruar. Ja kanë lënë Zotit në dorë. Hakën e merr gjithmonë Zoti. Edhe Kurani thotë, mund ta marrësh hakën vet, po më e mira thotë ma lësh mua. Pra Zoti i di më mirë qëllimet e njerëzve, edhe të mia dhe kujton. Kështu që kur ja lë atij ai di vet. Zoti nuk është mace që të gris. Kur e di ai, kur ti je mbushkupër, ai vepron. Ringraziamo per la grandissima occasione che ci ha offerto illustrissimo Baba Mondi di conoscerci e di aver risposto alle nostre domande. Grazie ancora. Grazie. Faleminderit juve për intervistën.